Nga ambientet e spakut ku u paraqit për të respektuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkive që preken nga reforma e re territoriale të vijojnë protestat kundër ndryshimeve të propozuara. Kryetari i Partisë Demokratike tha se banorët duhet i bashkohen edhe protestës së përditshme në Tiranë, e cila sipas tij po zhvillohet prej më shumë se 2 muajsh përballë kryeministrisë. Janë protestat në të ligjshme dhe unë nxis dhe inkurajoj dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive, të cilat me një trënd të lapsit narkodiktatori kërkon të shuaj nga harta, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ish bashkive, të cilat ne i kemi rivendosur në hartë për rikthim në tyre, të nërmarrë një proces protestet pa ndërprerë. Kjo që bën Edi Rama është një veprim sultanesk i një njeriu që kërkon ta ketë Shqipërinë në plën të dorës, i një njeriu i cili i pangopur dhe i pajetur me pushtet në vend të decentralizimit promovon centralizimin ekstrem. Berisha cilësoi reformën territoriale si një vendim të njëanshëm të qeverisë, ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama se kërkon të kontrollojë çdo pushtet dhe institucion në vend. Gjatë deklaratës për mediat, kryedemokrati nuk i kursiu sulmet ndaj drejtësisë e zyrtarëve të qeverisë, duke ironizuar edhe lajmet e ditëve të fundit për një shtatzani të mundshme të ish-së-vendës kryeministres Belinda Balluku. Punime intensive po ndërtonin një mini maternitet dhe kishin sjell aty përveç të gjitha mjetet që duhen për obstetrikën edhe inkubator për bebet. Afishuan një listë me emra për të zgjedhur emrin. Po të lind vajzë do ta quajnë Skapica ose Spakica. Po të lind djalë Spakic, Spaku, se si ministret, gratë zyrtare të qeverisë përdorin edhe mëmësinë, shejtërinë e mëmësisë për të shpëtuar nga krimet për të cilat duhet të digjeshin në ferr për vjedhjet që kanë bërë. Berisha pretendoi se disa zyrtarë po përdorin sipas tij çështje personale për t'u shmangur përgjegjësive ligjore, ndërsa akuzoi qeverinë për korrupsion dhe abuzim me pushtetin. I pyetur nga gazetarët për arrestimin në Francë dhe pasuritë e Ermal Beqirajt, Berisha kërkoi që hetimi të shkojë deri te burimi i këtyre pasurive, duke ngritur pyetje për një lidhje të mundshme me kryeministrin Edi Rama. Pasuritë e shqiptarëve, rrogat, pensionet e tyre të vjedhura dhe të shtruara në pasuri prallore nga Ermal Beqiri. Berisha komentoi edhe ngjarjen e regjistruar në Palas, ku dyshohet se disa persona kanë qelluar me armë zjarri në ajër nga një mjet lundrues. Sipas tij, raste të tilla dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në sytë e turistëve. Si që paraqet Shqipërinë një banditistan. Imagjinoni ju mrekullinë e ujrave të Jonit dhe njerëzit që vinë aty për të pushuar, për të shijuar ato ujra, përballë tyre kanë breshrit e banditëve të Edi Ramës. Në fund të deklaratës, lideri i opozitës kritikoi sërish qeverinë për mosbatimin, sipas tij, të vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se institucionet e pavarura janë në ndikimin e mazhorancës. Deklaratat e Berishës vijnë në një periudhë kur opozita vijon protestat kundër qeverisë, ndërsa paralelisht po zhvillohen diskutime për reformën e re territoriale dhe ndryshimet e mundshme në hartën administrative të vendit.